që ka shumë qytetarë në komunën e Obiliqit që i besojnë asaj fryme. Akuzat, duan dalë njërë të akuzat që po i bëni për një marrëveshje të fshehtë me listën serbe. Çka nëse qytetarët serb, të komunitetit serb, ju ka pëlqyer qeverisja e Zotit Gashi në Obiliq dhe don ta votojnë atë? Atëherë le ta votojnë. Unë e them me përgjegjësi të plotë se nuk do të kem asnjëherë koalicion dhe nuk më duhen asnjëherë votat e listës serbe. Unë nuk them qytetarëve serb, po them votat e listës serbe. Lista serbe nuk e meriton të jetë në garë, as në nivelin lokal, as në nivelin nacional. E them me përgjegjësi të plotë sepse e dim fort mirë rrjedhën e ngjarjeve që kanë ndodhur në veri të vendit. Dhe kjo, thoni është arsye se si duhen votat e qytetarëve serb në komunën e Obiliqit. Unë thash përsëri po e them, që nuk do të kemi koalicion me ata që kanë keq qeverisur, me ata që kanë keq përdorur taksat e shtetit tonë, që kanë keq përdorur e abuzuar me pozitat që i kanë. Keni parasysh, nënkryetar i komuniteteve në komunën e Obiliqit është një person i cili është edhe drejtor në komunën paralele që tashmë nuk ekziston në komunën e Obiliqit. Vetëm në vitin 2024. A ekziston të rast? Nuk ekziston? Nuk ekziston ajo, por është nënkryetar që nga viti 2013. Pra, ky i takon listës serbe dhe është nënkryetar i komuniteteve në komunën e Obiliqit. Kjo nuk do të ndodhë me mua si kryetar, i siguroj qytetarët e komunës së Obiliqit, kjo nuk do të ndodhë. Partitë e tjera, koalicion partitë e tjera, nuk përgjigjet sakt. Me akën po dëgën, sepse në Vushtrek kur bët, u bë buj të jetë e madhe, si vetëvendosje me degën e LDK-s në Vushtrek. Unë jam i hapur për çdo qytetar që duan ndryshimin. Apo ata s'po dojnë me juve? Nuk kam ndonjë ofertë nga ata, as unë, as ata, por unë jam i hapur gjithmonë dhe jam i bindur, duke i njohur si djem e vajza që janë të rreshtuar në Partinë Demokratike, në Aleancën për Ardhmërinë e Kosovës, ata saktësisht e duan ndryshimin në komunën e Obiliqit. Çka i ftoj publikisht që të na bashkohen e ta bëjnë ndryshimin. Po, dhe zoti Thaçi, me që jeni edhe deputet i Kuvendit të Republikës së Kosovës, njërin më të votuarit në vetëvendosje, apo jo, mbi 20.000 vota, dua ta diskutojmë edhe çështjet aktuale politike, në veçanti kur ka mbetur edhe 3 ditë kohë deri tek përfundimi i afatit kushtetues për mandatarin për kryeministër Albin Kurti. A keni ndërmend me formu qeverinë apo jo? Unë shpresoj shumë që në këto 3 ditë do të krijohet qeveria e Republikës së Kosovës, do të krijohet Kurti